Kjo që shikon këtu është fuqia e frikës. Është ambicia e mbretit pushtues. Të gjithë personazhet e spikatur të kësaj bote e kanë. Edhe pse tek shumë prej tyre ajo mbetet gjithnjësi e fjetur. Gjithsesi, ambicia e mbretit ndryshe nga dy të tjerët mund të kontrollohet, por nuk rritet me stërvitje. Ajo që shtohet është forca e vullnetit të atij që e përdor. Të kam parë edhe më parë ta përdorësh të fuqi. Në atë rast tek shtëpia e ankandeve. Të ka ndodhur më parë të eksperimentosh. Ambicia e mbretit pushtues është treguar tashmë tek personaliteti i yt. Ndalojmi! Por derisa ta arrish ta kontrollosh atë, përsosmërisht nuk duhet ta përdorësh atë kurrësi. Ndryshe do të ushtrosh një presion psikologjik edhe mbi atë që ti nuk do. Ka ndonjë problem tani? Është e paparë. Një antarje i ekipazhit të mbretit të piratëve mund të mundë përbindësh të madh si ai pa e prekur fare me dorë. Fitova respektin tënd, pra, ha? E dini një gjë? Ndoshta e kam parë këtë ambicie edhe në raste të tjera. Me Sharkun, gjyshin tim. Po, Eneron dhe Aiza, por edhe me Enkom dhe me gjithë luftëtarët e saj. Po, është e vërtet. Por të pararemëroj, nuk është as pak e lehtë ta sundosh këtë fuqi. Në rregull. Zakonisht, duhen më tepër se 2 vjet stërvitje. Por ti ke një prirje të lindur. Prandaj do të bëj të mundur që gjatë kësaj kohe të shkurtër të zbulohen tek ti cilësitë e perceptimit, armaturës dhe ambicës së mbretit pushtues. Duhet të të sqaroj që në bazë të prirjeve personale apo dobësive, Kushdo me siguri që mund të anojë më tepër nga një tipar se sa nga tjetri. kur e kuptojnë se për cilën kanë të dhëna, zhvillojnë vetëm atë.